në Shqipëri sepse futim edhe në një vit zgjedhor, janë zgjedhje lokale ndërkohë që akoma nuk është miratuar edhe ndarja e re territoriale, debati do të vazhdojë me protestën shesh. Megjithatë, për ta mbyllur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje Trumpi ka rënë, për ta thënë edhe në gjuhën popullore edhe në Shqip, ka rënë grop me sondazhe, si asnjëherë në pikën më të ndërkohë që me Hormuzin e shpallin kushtisë amerikane. Shko, ajo është në siklet, sepse duket ishte 33% për krahja ati. Ashtu, nëse zgaboj. Po. Gjersa shkon deri në 10% mos për krahja e luftës në gjijë. Natyrisht aty dominojnë demokratët. Derisa te republikanët, ajo pjesa republikane ishte diku rreth 60% e republikanëve të cilët e përkrahin luftën në gjijë, 60 e diçka %. Kështu i lexova disa sondazhe të Reutersit. Edhe pse Reutersi duhet marrë me rezervë, sepse është anti-Trump. Edhe CNN është anti-Trump, por po duhet mi lexu disa agjencione të lajmeve për ta marrë një kështu mendim të paanshëm. Por sido që të jetë, Trumpi që do t'i humbas këto zgjedhjet midterm për Kongres, ajo tashmë sikur është vullos. Çështja ngelet e Senati, këto 35 vendet për shkak se shumica e urseve të cilat janë në këto zgjedhje, siç dihet, senatorët e kanë për 6 vjet, po çdo 2 vjet nga një klasë zgjedhen, po. Tash thjesht klasa e dytë, janë 33 senator plus 2 që janë kështu vakant. Po 35 në pyetje dhe po shumica atyre janë ato arenat republikane. Dhe mund të shkohet deri në 50-50. Mund kanë gjasa demokrat të fitojnë edhe 4 ulse në Senat, atëherë Senati do të dahat 50-50%, që do të jetë edhe një presion ekstra për Trumpin, sepse buxheti miratohet nga 2 dhomat, ke parasysh. Dhe pa miratimin e tyre është sfidë se si do t'i financosh politikën. Mandati do t'i ketë duart e lidhura, do jetë një kushtëzuar. Ashtu po. Nëse humb edhe Senatin do t'i ketë duart e këmbë lidhura. Por megjithatë duke e njohur Trumpin, ai do t'i hakmarrët Iran. Unë pres që nëse në shtator, ashtu siç po them në vazhdimsi, nuk e gjej një zgjidhje me cilën Trumpi do ta përdor për konsum në këto zgjedhjet e midtermit, ai pastaj do të hakmarrët, sepse gjithë këta autorë të cilët kanë shkruar libra, biografinë e tij, por edhe ata të cilët e kanë njohur edhe para se të bëhej president, shpjegoi si një njeri hakmarrës, një njeri që mban mend gjëra të këqija, një njeri që doptin e shtryrë dhe shkel, është i pamshirshëm. Prandaj, gjykuar nga këto cilësitë e tij, unë pres që pas nëntorit, nëse i humb, e që do t'i humb Kongresin, dhomën e përfaqësuesve, por diskutabile është, si që thash, Senati, nëse i humb të dyjat, do t'jetë edhe më i ashpër, nëse vetëm se dhomën e përfaqësuesve, për faktin se në pjesën e dytë duhet të ketë një fitore. Shko edhe Reagani, të thënitën, dikun e lexova, ka pas sondazhe shumë t'ulta për shkak të inflacionit, por pastaj me ato politika tjera e ka bë spin dhe i ka fitu zgjedhjet prandaj presidencial.
Prandaj edhe këti i ngel që të bëj diçka madhore për ta përmirësu imazhin në zgjedhjet internacionale. Po tash ngel ta shoh, unë besoj që e jap. Unë besoj që ja japin, unë besoj që siç dihet lufta ka fillu, sebepi ishte urani i pasuruar, i fisnikruar. Unë besoj që Irani do ta dorëzojë atë, se edhe ashtu me këtë ekonomi, me këtë shkatrim ushtarak që ka psu këto muajt nga bombardimet e Shëbaz dhe Izraelit, plus destabilizimi i gjirit që ka shkaktu humbje kolosale financiare, për faktin se nafta bën pjesë 90% dhe produktet e naftës u morë vesh, për faktin se plastikën e prodhon shumë dhe ka diku 20